Sonte në studio kemi një njeri që ka kaluar nga sallat e operacionit në foltorën e Kuvendit dhe nga lufta në shërbim të qytetarëve në institucione e kështu me radhë. Një mjek që ka trajtuar pacient dhe që sot kërkon besimin e qytetarëve për t'i përfaqësuar ata. Me neve në studio kam kënaqësinë ta kem doktor Argo Tolaj. Doktor, mirë se ardhët. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën, për shënësimin që këtu nesër. Kënaqësia është e jona, doktor. Kemi planifikuar shumë moti që kemi në mision, mirë po ja që edhe periudha e zgjedhjeve dhe një arsye më tepër që sonte të kemi pa në shikuesve tanë. Faleminderit. Okej, podcasti e ka një falloj natyre që ne fillojmë nga diçka shumë më herët, ndoshta para asaj që sot është aktuale. Para ata që nuk e njohin doktorin, pse besoj që shumica veç e njohin emrin e juaj, kanë argumente, fakte të mjaftueshme. Kush është Argo Tolaj? Unë jam Argo Tolaj, jam i lindur në Pej, për jarën e kam nga Bokshi i Deçanit. Shkollimin fillor e kam kryer këtu në shkolla fillore të Varsi, ndërsa shkollën e mesme në gjimnazin Bedri Kajani. Studimet bazë të Fakultetit të Mjekësisë i kam kryer në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë. Pashtu aty kam kryer studime fiziklamike, specializimin nga ortopedia dhe traumatologjia e sistemit lokomotor. E kam kryer një pjesë në Qendrën Klinike Universitare. Okej, specializimi nuk pas ka qenë dilemë, sepse shumica e doktorëve që kanë qenë, kanë planifikuar diçka tjetër krejt me specializu, në fund kanë përfunduar në atë çfarë aktualisht janë. Tek ju pas ke qenë një farforme i përcaktuar se cilë do të jetë specializimi. Edhe një fakt këtu e kisha ashtu që gjatë studimeve kur i peshim ato pjesët praktike si student, kur kishim pjesë praktike edhe pse një pjesë kemi të shkollimit e kemi kryer për këto shtëpia shkolla që ka qenë, ka pas rënë një vit a dy tash ku detale nuk kujtohen, edhe në Nën Terezë atë bëjmë një pjesë praktike edhe në Shqipëri. Në organization fakulteti, kur kishim diçka me qepi ose me kësi struktura, me ecpej, ato fazet e para, unë e kom pas një farë qasë, një farë guximi, edhe kretë kolegët e mi që ishim në programit ato që kemi qenë studimeve, e kanë ditë, edhe thëshin ti kemi qenë kirurg, po sa nuk e dishën asë ata pasonin në atë kohë, cila kam qenë ai profesioni i kirurgjisë jemi pak më i ngushtë. Okej, është sfidues profesioni që e keni, rastet që keni trajtuar, në një rast që doktor, ndoshta ju ka lënë pa gjumë, që e ki trajtuar dhe atë natë pas trajtimit vështirë e keni pasur mbyllni sytë. Në gjatë, për me qenë afër pacientit dhe me marë përgjegjësi që një i lënduar, kushtimisht se të urgjencat janë trauma që ndodhin dhe ato nuk zgjedhin as mosh, as gjini. Sidomos kur kemi të bëjmë me moshën e re, e fëmijë, që ka lëndime dhe thyrje shumë thjeshta, të cilat kërkojnë trajtim dhe ndërhyrje kirurgjikale 4 deri në 6 orë pas lëndimit, që ne në ortopedi e quajmë koha e art, golden time, sepse pas ndërhyrjes përfitimit të asaj kohe, do të thotë janë shumë të mëdha përfitimet shëndetësore. Kur kemi politrauma, do të thotë duhet me pas çështje multidisciplinare, por edhe çështje të shumë thjeshta ortopedike. Sidomos kur kemi të bëjmë me ato lëndimet e legenit, të cilat janë pak më të rënda, se sa lëndimet e ekstremitete, për shkak se kemi humbje gjakun më të madhe, më të shpejt dhe ramin aty në parametrave, atëherë edhe parametrat vital dobësohen, edhe shkojmë ka rreziku i ndonjë shoku edhe gjendje matrona. Një fëmijë aksident rrugor, kujdesari 24 orëshe, do të thotë aty në pikën në front, në ballë frontit, për që do ndihmë në njerëzën e nevojë, dikun 8 vjeçare nuk e njefshin kënë e ka nan, kënë e ka bab, familjar të ngushtë, sepse kanë marrë ato, ka ndodhur aksidenti, e kanë fut makinë edhe me shpejtësi në qendër klinike. Tash për me mirësiru familjarët që janë pasojë të lëndimeve që mund të ndodhë, që janë rreziqe, pastaj duhet aprovimi dhe më thonë në shkrimi për më nështru anesteziole dhe ndërhyrjes kirurgjikale. Tash koha na ikte, kërkosh swishim me ran kontaktin se fëmija ishte në gjendje intubumi, thëmë na, me frymëmarrje të asistuar, pra jo frymëmarrje natyrale, dhe
u dash me vendos edhe ka marrë një përgjegjësi që nuk ka duk mënyrë me rreziku në atë moment, që me fut në operacion disa ndërhyrje kirurgjikale të fëmiu, edhe ka marrë përgjegjësinë të thënë ligjore, personale, të thotë për me unë shkru për ato që nuk lejohet realisht, mirë po ka qenë me qenë apo mos me qenë. Edhe faktori kemi kry absolut që thashë koha e artë, nuk e thash rasisht. Kemi kry ndërhyrjet kirurgjikale, disa ndërhyrje, pastaj ka qenë edhe kirurga i barë për të fëmijëve, që ka pasur lëndime. Ne kemi bërë stabilizimin e pelvikut, domethënë provizor që bëhet, kemi operuar 2 ekstremitetet, gjendja pak e lodhur e tjera me asistencë, si thash e intubuar pacienti, edhe zakonisht na kur bëjnë 4-5 orë një operacion, domethënë është një kohë që mbajë gjatë, edhe është sfida normalisht e vazhdueshme, dhe kemi mundësinë pak me relaksu. Kur e kom pa mas një 30 minutave, duke qëndruar në kom, duke lëviz, edhe pa kontrollu veten që ju të bëhet lëvizje, të përcjell monitorin aty afër, edhe pse anesteziolog janë aty te koka, janë punëtorë të tjerë të domethënë ekimit intenziv e tjera, edhe pastaj mas një 4 apo 5 orëve zgjedhja, domethënë është stabilizu, domethënë ka qenë një sfidë se një fëmijë pa përcjellës, pa e ditë, thotë kush familjarë tjetër ka marrë një përgjegjësi, domethënë të dyfisht, double responsibility thonë, domethënë përgjegjësi të dyfisht, edhe kështu që ka qenë një sfidë që me pas ndodhur diçka, domethënë përcjell të jetën pastaj, plus mosha e vogël edhe shumë faktorë tjerë përcjellës. Doktore, Ne përmenda një prej rasteve që është në mbamendje, në kujtesë të vazhdueshme, si nuk e thash rastisht që të mosh kur kemi të bëjmë me fëmijë, do thonë të mosh. Doktore, ju ka ndodhur ndonjëherë që ta humni pacientit sa? Në kirurgji kjo ndodh. Edhe në spital në Kushvendi vetëm i shpëtimit vazhdimisht i jetëve. Aty shpëtohen jetët, mirë po është vendi ku mund edhe të vdiset. Mirë po, unë i kom pas nështë një fat, pra përquj një fat, që dhe unë në përvojën time, dhe unë mi 25 vjeçare si kirurg, dhe unë duke fillua prej specializimit, edhe tash 20 vite kirurg specialist, nuk e kam pas një fat të tillë, e thamë thojza që në një kësi jetoj me pas në një egzitos, dhe më thonë gjatë ndërhyrjeve kirurgjikale, dhe unë jam shumë falendrues për shumë gjanave që nuk e kam pas një fat tillë. Okej, a ju ka ndodhur me trajtuar ndonjë familjar, ndonjë shok, ndonjë të afër që ki pas shumë për zemër edhe ndoshta vështirësia është e dyfisht kur ki raste të tilla? Na jemi një shoqëni kështu pak si thëmë tradicionale, se kemi familjar, ata na kenë neve, edhe si ka diçka përshëndetësi, për shembull orientohen te unë, pavarësisht a i takojnë lamis ortopedike apo nuk i takojnë, që tash mendojnë arbri është në QKUK atje, edhe çka të ka problem shëndetësor arbri. Mirë po, kur ki mundësi të kolegë të profileve tjera, që bisedon me ta të kërkon ndihmën për shërbime mjekësore, domethënë ndërhyrje kirurgjikale, për një familjar është pak më lehtë. Ndërsa kur ta merr ti një përgjegjësi, kur një familjar është rast ortopedik, drejtohet te ti, drejt për drejt, atëherë me të vërtetë është një ndjenjë që si thënë po të kap një siklet, djersitesh njëre para se me vendos, edhe mundësisht e bën një alternativë me kolegë. Por, nësë është gjendja përgjithshme rënd, dhe më thonë, po flas. Pas një rast tillë që ke pajtuar? Po, kum pas rast tillë. Një djali i Agjes, babës, ka qenë polic, tash nuk ka më jetë, më isë une, tash ka qenë edhe ka qenë një për aty në njësive elitare. Albani ka qenë një gjallë, kur e kemi vendosur me rezonancë magnetike, nuk e ka zonë rezonanca, se ka qenë shumë i zhvilluar, mos marrë shumë e kësi me sporte luftarake, këto ka uftu fitness e tjera, ka pas do dëmtime të gjurit, edhe unë e planifikuat nesër me bo ligamentin e gjurit dëmtimin edhe me një skusin, edhe me qenë se ai veç bëjke, do më thonë, si sforcime fizike, fitnesse me peshat më dhaja, të marrë gjithat mastru, për bazë gjithat mastrupore, mbrëmje, djali ti trajner profesionist. E thot përshkret e djali, pe kryje sonte një gjira, edhe
po kthena se për mua ka ditë thotë ky s'mlen më me shku se janë kriteret edhe ai pacienti është në rast. Mirë. Për asaj gjendje, tash duke bërë ushtrime, ka bërë një farë overuse shfrytëzim më shumë me peshë edhe e kuptoj këtë muskulin e gjoksit, ka fazën e deltoid një thëmë na, ka fazën e muskulin ka fazën kryesor gjoksit, që në ndërhime të cilat na kirurgjia ortopedike nuk operon, i operon kirurgjia torakale e gjoksit. Edhe tash ishë mbulu me gjak masiv, se gjaktirë dhe madhe, pak për shak se ka i në gjakë këto edhe të vaskularizimi i madh. Edhe tash tha, jo me mbo ti, thash, në gjatë tash. Ti nuk bën tash me të operon, tash i thëri të kolegë, tjerë tash edhe asistojmë na e tjerë vetëm ai edhe çasti i sistemi ka qenë është rast pak më ndryshe, më specifik. Edhe pak e shfrytzuar literaturën me një kolegë, se na normalisht e punon këtë pjesë komplet, vjen do ngjitje tetiva për pjesën e kocës që i bëjmë ndërhyrje, po ortopedia do të thonë nuk është fushë ngushtë e ortopedisë. Edhe pastaj u dash literatura, domethënë formacione tjera, edhe tu marr parasysh që këto është komplekse i në gjakut edhe i nervave, edhe u pleksu si Brian që quajmë ne. Edhe tash e vendosim mirë, po me të drejtën siklet i madh, djersitje, stres, me ndodhë diçka familjarë jem, e tjera, janë situata që njeri në suaza normale nuk mund me akceptu, nuk mund me pranu. Mirë po fatmirësisht ka shku çdo gjë sipas protokollit, një procent bajegi gjatë, se me tetiva janë ato lëvizjet edhe veprimet shumë fine, ato stabilizimet dhe fiksimit që bëhen, edhe pastaj ju ka rikthy prap aktivitetit. Por ka qenë një farë cikatrish i vogël këtu, që do të thonë një vrajë, qasjes operatore, që kur bëj ke viziti, ka nështë të kem kabin për një farë që shto shaje, adhen e dhisha o Alban, ti e 2 metra djallë, edhe po më thu për kështë i vrajë të vogla, po që ka po me të likosh, ato ishin një kurore, që mund me ndote se cili. Mirë po, kjo ka qenë një farë sfide, që nuk ka qenë profesioni i ngosht, specialiteti i ngosht, mirë po që kem kalu atë sfidë, po me shumë vështirësi, në kuptimin që me ndodhë diçka gjatë punës operatore, gjatë qasjes operatore, atëherë vërtet se këtu e dëmtime të mëdha. Minimumi mund me qenë paralizë. Edhe tjerat ma të mëdha. Okej, po ndoshta zota pak ka qenë rast pak specifik. Vendimi për të bashkuar ushtrisë qëllimtare të Kosovës, sa ka qenë i vështirë, çfarë moshe ka qenë? Si erdhi deri tek bashkangjitja? Me thonë drejt, tash si tri, na pak jemi rritë një farë frimi tradicionale, e përmena vokshën atje regioni, përsta edhe këtu babgjyshe, baba i babës, ka qenë, jemi rritë një farë frimi me tradit, prindin edhe ka qenë një aktivist për çështje, pastaj normalisht edhe profesor, ka qenë edhe intelektual, pastaj doja e Norës ka qenë një prej atyne frymëzuese pak, që më ka inspiruar në moshë vogël që shteti dhe më thonë, është i jetë për gjithë shqiptarët. Nuk ka shqiptarë të mirë edhe jo të mirë, por gjithë shqiptarët janë njëjtë, edhe kemi ne për shtetën njerë mirë përbashkë. I me rritu qatë frimë që shkollën e mesme, kam qenë pjesë e protestave, që organizojshën ato vite të 88, alo është si shkollari mesëm. Pastaj, unë ka ranë që më vra aty, ta shenë dëshmorë, jenë ta të peje, si dhe mos, 2, që ka qenë Morina edhe Morici tjetëri, që në rronë 2 protesta, që kom qenë pjesëmarrës në afërsi, po si moshe mitur e kësha që që në 18 vjeçar, edhe pastaj me vetë fakti kur do thot ushtri lufta edhe ndugazhen, mas dërnicës, mas familjes e Ashareve, familjar shumë në dësën kishim atje, usulmun Haradinajt, edhe momenti që ta u dashke me liru, me ikë për shpive, njerë fillimisht në dësën atje në regionin tonë, edhe do familje se tash njerëzit flasin letë. Edhe aty do thot ka njësë ato kontaktet e para, këto me fshat Irzhnec që kemë do ndajt nipat e babgjyshit, Irzhnec është një franë gjitur me Glozhen e dinë dhe jo, edhe si ri me dhoni kontribut që ishte fornizime me barna, një familjarë imi që ishte atje që ku ishi këtu në pej, të më thonë Irzhnecit edhe a i bika ato prej Farmedit, hypshë në për tren,
ktheheshin pi trenit e tjera, ishim trupe të thurë, si thojnë popullore, edhe pastaj u dashëm me pas diçka se ti me bu me të nalë, ke pas gjëra të ndalume, edhe u detyrojshim na me majt diçka. Po, do të thonë jo prej dëshirës, 2 vjet. Ai shofer, unë me këto pjesë tjera, bëjshin furnizime disa herë. Pastaj do thotë i bëmë ato kontaktet, edhe kemi qenë terren, kemi shërby, unë kam qenë student atë kohë, por ka ndodhur që mas një periudhë kohore me shku deri në Prishtinë, e marrë një favortimi që unë kam drejt me ofru shërbime, me pas një farë mbulese, se ish mosha pak e re, jo krejt e re, pyshin qytetarit, aje doktor, ashe doktor, pastaj për shkak të respektit edhe mos me dalë, mos të më qishrak, po mos me dalë, pjesë që ati shërbimi ushtarak me qenë ti, mos me dalë serios, me këtë shërbimi, jo serios. Edhe, më kujtu, kam qenë me trenat, i kam shku, ka rastis, më thonë, u bloku qarkullimi, edhe do kolegë do shok zonës Llapit, qëllon aty në ato objekti i fakultetit ishin në shtëpia atër private, edhe ju më kom bashkangjit i më shku dhe në zonë të Llapit. Se nuk kisha qasë që shmu këtë knejni, largë lidhe, jo komunikim me telefon, edhe beta si i blokum 2 ditë edhe isha mësu një ritëm tjetër. Pastaj ka rastis që kom bashkangjit atje. Kemi shku në zonë atje në Boricër, që farë shote aty që ka që një për qendër e mas Llapashticës, ju kem lit një familjar të ati shokë që ka qenë aty një prej aty në komandantëve, edhe një kohë pastaj më raqe. E pa ta bo një farë lëvizje, aty kështu kjo është e thjeshtë, po që kur nalish me menu është interesante, është interesante. Okay, aty kjo fillet e para, një farë angazhimi, një farë kontributi si çdo shqiptar. Atë kujtohet takimi i parë me Ramushin? Me Ramushin jam taku për herë parë, jo drejt për drejt, më thonë ka qenë që ato fillet e para, kur kemi qu në barë në asë, kemi qu. Njerë fillimisht ka qenë një bazë në fshatin e Zhniqë, Zhniqë në një fshat shumë i ma ka qenë edhe komunë. Si komunë, po, komat e komunë, si një farë kanë porë zgjyret e venit e ku ta djurë atje. Pastaj, ka ardhë Ramushi një gjiro me bo, ka qenë spitali ushtarak të familja Berisha, bashkë në Zhniqë. Unë aty rresha për shembull 1 ditë, pastaj lëvizsha, kthejsha 2 ditë, ato lëvizje që kemë pas ato kontaktet, jo në drejt për drejt, po që e familjar jam, që ka qenë ka punu në atë kohë në Farmet. Edhe ai ka ardhë, s'po di, sigur që theti njeri dopt pak, po shumë muskuloz, në atë zhargonin popullor, po djemë që bo një qëshjeni, unë se njohë, ta sinqerisht për thamë edhe, ishëm na 7-8 persona, ishë roja aty, që kanë qenë ato, dhe më thonë, vendet e vrejtimit ku më ishë këtë starit, edhe pastaj që aty, edhe thanë komandanti, jo diçka se me qenë, si thojmë na strik, është tarak mirë, po është i kësë është njeri terenit. Dhe më thënë, me ato armatimin që ka pas, me një farë, ka përmen një distancvone, ka pas një farë, të majke me veti, që atërë që e hera parë, dhe më thënë ka qenë, edhe, dhe më pastaj të e rikëthy atë farë kujtesën me njerëz ma vonë, se në qatë fillim, tash ajo hierarkia ka qenë në shtaj pak centralizuar në fillim, pastaj janë bërë përgjithësitë e perizione e tjera, që se më takon mu në atë aspekt shumë edhe kompetent në farë forme, edhe po ka qenë një takime rastishëm ad hoc, kështu friendly, edhe po, mirë po që është një të rejtë. Cila ke përshtypja edhe si u rrita edhe shta gradualisht deri momentin kur ti vendose mu bashkanxhit me aleancën? Përshtypja e parë me Ramushin. Që krijohet. Tash, po, edhe qysh, njëri... Sepse ne krijojmë një farë lloj profilin. Po, shumë e qartë. Po, një rol, është e vërtet një rol profili, pastaj kur përmend Ramush, që në atë kohë një kohë s'kom qenë anë e pari, për shembull, kom qenë në Llapit, pastaj nëpërmes tas telefonit satelitor, pastaj lajmeve që ka qenë në Shqipëri këto në 6 e gjysmë, që kanë qenë ato lajme drejt për drejta. Po, si japshin ata, edhe shumë informata ka pak, unë isha atje, edhe domthonë u shikë që çdo ditë domthonë Ramushi, domthonë nuk është një komandant i thjesht, ose një komandant i thjesht në një zonë, por një njeri që ka bërë barën kryesore, domethënë gjatë lutës. Veç për referohemi një fakti se në këtë pjesa të gazinit prej kufinit, domethënë 90% e furnizimit me armatim dhe materiale ushtarake e kryejnë nëpërmes zonës tona, ne domethënë ka Shqipëria, kufiri shqiptar.
E kështu që Ramushi ka mbajt ato lidhje, ka siguru vajtjare dhe përmes djemve të fortë që ka pas gjithmonë afër vetit. Ndërsa sa i përket angazhimit në aleancë, unë me të drejtën prej që formu aleancë, në pjesë aleancës, motus kam qenë. Pilem kujtot, kur mbo në 2001-ën, kanë qenë zgjedhjet e para, kur aleancë kanë qenë pjesë e garës. Vitin 2001. Kush të ofroi mas pari? Përmenda gjuhën angleze. Si e konstant gjuhë. Edhe ishin këta të hujtë të sobeje, unë isha mjek i ri. Edhe lipshin njerë që din gjuhën angleze, mi majtë do trajnime vikendeve, që mund përshtatke, në pagujshin, mirë, edhe tash na, me ato trajnimet i trajnojshim këta kryesuste, vëzhguste, vendor. Një pages që na ishe mirë, vikende nuk më pengojke, edhe tash na kishim drejten, si ishin një lloj mbikëqyrsa në përqendër të votimit shkollave, një ditë përpara me votu. Një ditë përpara me hudhë votën që të nesër në ditën e votimeve ishim të lirë. Edhe jo kry votimit, tash janë ministra, do njerëzve, do deputet e tjera, që unë e kom bo presion shumë në atë kohë, për me përkrahje tjera. Edhe tash kemi mojtë kontaktet me Ramush në Kaparan, në për takime, homazhe, mas luftës, dhe më thonë një raport kështu, jo shumë të afërt, po pastaj kryeni një farë percepcioni tjetër, një ofensioni, një farë, një lloj urthesi shpirtëror që realisht që ashtu i bjen. Edhe nona ime ka qenë diku në vitin 2008, ka qenë kandidate për Kuvendin e Kosovës, përfaqësuese, do thonë në listë për kandidatë e aleancës, që tash ma kemi qenë votues, domethënë për atjet kemi bërë një farë angazhim më shumë edhe në nivel lokal, e tjera, kontakte më shpeshta, edhe domethënë me kalimin e kohës, ku pas do oferta më herë, hajde se edhe ki vullnet, ki energji, je joni, e tjera. Edhe po në momenti që domethënë në vitin 2019 kam ngaruar për herë parë, domethënë zyrtarisht, edhe 2019 legislatura 7 ka qenë, kom rrimë mu bo deputet që atëherë, edhe një prej tregimeve që kemi pas, ose disa momenteve për Ramushin që ka ishin prononcu na. Edhe unë e përmenda bashkëatrasin, unë e thash aleancën e ka votu para Arendinës. Aleancë, thash ato, se votimet e para, unë e një pa herë, jo ditën e votimeve, edhe i pa ta tërgu kryetarit në mbarë që shto, tha, okej, kjo realitet është, ta s'këm shkem me shtu. E kërëse që i vetë fakt se orë ditës parë në aleancë, kështë edhe në atë kuptimin që unë edhe para ti ku votu, adin pak një farë në gjarje, pak për opinion kështu, edhe për relax një farë forme, edhe pastaj kemi vazhdu në struktura, këtu në pejë, ku më theshtë janë i vetë digën e aleancës, kemi bo ndo punë të mira për qytetin e pes, ndërsa sa kom qenë deputet në atë kohë, një legislaturë kom qenë mas të kohën në Komisioni për Bujqësi, ka pas do vendet lira, nëse po ta fati me qenë për shëndetësi, edhe pastaj edhe aty edhe një kontribut, ka që vetë vaj i polë në si bëjsha do tema, një farë aktiviteti e zhvillojsha, dhe më thjesht nuk kom nejtë, si thëmë në popull, edhe pastaj kemi rëshdu, dhe më jam hingar prej në ndegje këto, në këshillë përgjithshëm, pastaj në kryesi qendrore, jam shefi i departamentit shëndetësisë në vendi të aleancës, në Kuvendin e kaluar para 4 viteve, tash ishte rizgjedhja, çdo 4 vite që vonë, kam qenë më i votuar në Këshillin e Përgjithshëm të Kosovës, kanë përkrahur njerëz, i falenderoj gjitha dek kështu publikisht. Kjo është jera 3 tash që bogaroj, në shkurt vitin kaluar, kam qenë pritje, se patëm do farë ngjarje me këta të nismës, isha pritje prap tash në rektor, me gjithse... Kush janë studiat e nas zgjidhet? Me gjithse kom pas përkraje të fëqishme, jo vetëm duka gjithë si gjithë njështë që kom bazën e votave, por gjithande Kosovës. Sarë kom qenë pjesë e garës, do vonë kom pas gjithë përfshirë në vota, dhe më vonë në gjithë komunë Kosovës, ku ka votu, edhe ato si kanë qenë përzime, ku kanë votu shqiptarë, dhe më thonë kom pas përkraje, edhe one e një vjetër shumë mirë se njerëz që në votojnë, e bojnë një vlerësimin ndaj meje që jem shumë falenderues për gjithë. Okej, doktor, çka të ofron politika që ndoshta shëndetësia nuk ta ka ofruar? Kështu, unë mantidhin e bardhë e kam profesion. Dhe mas shumë të jetën time kam investuar në mantidhin e bardhë. Ndërsa, angazhimin tim politik e kam mision që mendoj që jem ende kom vullnet
kam energji dhe mendoj se mund të ofroj diçka të mirë të qytetarëve, sidomos po flas në profesionin tim të shëndetësisë, edhe pse platformën e menaxhimit e kam pranuar, se në klinikën ortopedisë kam qenë një 6 vite drejtori i klinikës, se më ka dashur me bëj zgjidhje të mira, edhe njëkohësisht e kam pas përfunduar edhe një master 2 vjeçar për menaxhim shëndetësor, edhe kjo ta ndihmon pak edhe çështjen politike në farë forme. Dhe unë mendoj personalisht, politika nuk është paga ime. Deputeti nuk është paga ime. Unë jam mjek, jam kirurg, kam pagën e mirë, kujdestaroj, lejohet me punu praktikën private që edhe aty me fitu diçka, dhe më thonë, unë nuk vorna prej politikës, po mendoj se unë mund të ofroj politikës duke qenë deputet dhe thjesht, si që thash, të thotë nuk jem aty për një pagë. Si doktor, si politikan, që është përshkruan shëndetësinë e Kosovës në pak fjalë? Një prononcim që e dhash në për të mediat, kështu, fatkeqësisht shëndetësinë apo Ministria e Shëndetësisë, këtë rast, prej pas luftës, kush e ka udhëheq, nuk i ka pas prioritet shëndetësinë. Aleancës nuk i ka rast njerë, po përflasim kështu parimisht. Fillimisht kanë qenë disa politikanë që janë bërë ministra që nuk kanë qenë, domethënë, as profesionista shëndetësor, për me përmbush ato hapësirat politike bazuar në marrëveshje që kanë pas me partitë që kanë udhëheq, do thotë kanë vendosur aty ad hoc sa për më numëru që filoni është, si të në popull është minister, po politika shëndetësore nuk kanë bo. Shëndetësia është një plagë e hapur ende, e cila ende nuk është mbyllur. Do thotë që aty ka vend për me ndërhy. Aleanca e ka një program shumë të saktë zhvillimor sa i përket shëndetësisë. Ne do ta mbyllim atë plagë dhe do ta shohim plotësisht. Ne kemi një strategji të mirë të studiuar me ekspert të fushës mjekësisë, qoftë mjekësisë primare, sekondare apo terciare, me ekspert të juridikut, dhe më jurista, ekonomista, dhe ne në rend të parë kemi dhe në qendër kemi pacientin. Gjitha shërbimet dhe ato veprime që bëhen duhet të bëhen në të mirë dhe shërbim të pacientit. E dyta vjen mantilbordhi, që mantilbordhit, infermierit, motrës medicinale, punëtorit dhe punëtorë që punon në sallë operatore, mjekun specializim, specialistit, ti kthehet dinjiteti. Qysh i kthehet dinjiteti? Me performancë dhe pagesë dinjitoze. Paga duhet të rriten, sidomos të stafit infermieror, po ashtu edhe mjekëve, dhe duke krijuar këtë bazë, duke respektuar vlerat e tyre që në shërbim qytetarëve gjithnjë, këto unë mendoj se mund të arrijnë me aleancën, që ne kemi përgatit një plan dhe program edhe për funksionalizimin e sigurimeve shëndetësore, por ato duhet fillohet nga mjekësia primare, nga baza, duke filluar prej asaj që duhet ta kenë atë kartelën secili, mund të monitoru nëpërmes e-Kosovës, që secili pacient ta ketë mjekun e tij familjar. Unë jam Arbertola, jam qytetar në këtë rast, jam regjistruar po nxoj pej, në Gjakom ndodh problemi, kam një problem shëndetësor, futesh në databazë aty, edhe me njëherë din cilat probleme shëndetësore ka pas arbri përpara. Kjo arrihet duke funksionalizuar pastaj sistemin informativ shëndetësor, që do të thonë bazën e dhëna databazën. Pastaj fillon mbledhja e premiumeve, që duhet një vit me kalu për gjitha kategoritë. Janë mirë të planifikuar kush punon në sektorin publik, kush punon privat, publiko-privat, të vetë punësuarit, pastaj bizneset individuale, bizneset familjare, cilat kategori janë të liruara, në cilat raste duhet shteti të paguaj, duhet të ekzistojë një bazë e fondit sigurimeve shëndetësore, mlidhen ato, pastaj ata ka ato
nevojat e veta dhe detyrat e veta se çdo muaj të shkon si thonë ta miel atë pazarin që mlidhet edhe ta referoj domethënë në shërbim Ministrisë të Cilë dhe Fondin e Sigurimeve Shëndetësore. Në mënyrë të thjeshtë, por që këto janë mirë të planifikuara dhe të studiuara gjitha format me programin për shëndetësi të Alajës. Nëse doktor Alberto Laj pas zgjedhjeve të së dielës do ta ketë mundësinë që të jetë ministri i shëndetësisë, cila do të jetë puna e parë që do ta kishte bërë në këtë pas? Ministri i shëndetësisë nuk është privilegj me qenë, po është një përgjegjësi shumë e madhe, siç thash më herët, do të më mbyll flokën edhe me shëru komplet. Ende sa shëru, domethënë po lëngon gjatë kohë, me dekada po lëngon. Edhe Ti si kirurg nuk e kishe pas probleme mbyll këtë flokë. Po edhe veprimi do të më bëj si të jenë ekzekutiv. Do të më bëj veprime të shpejta, të drejta, edhe pa komplikime shumë. Si ka bazë ligjore, diçka do të më vepru. Së pari, funksionalizimi e domethënë sistemit informativ shëndetësor, sistemit informativ farmaceutik që ndërlidh me listën esenciale të barnave, që nuk do të ketë asnjëherë mungesë në asnjë variant, sepse çdo reparti në një klinike apo repartet e spitale regionale me sistemin e brendshëm do të thotë mungon çkrilaçi harxhu sot me kanë domthon sistemin e brendshëm aty të domthon informimit farmaceutik, edhe kjo ndërlidhet edhe komplet me barnatorët, që ato do të jetë pjesë e saj, që me një recetë që ta shkon një mjek pastaj shkon në barnatore edhe me letër njoftim pastaj ka mundësi që ta merr ilaç. Pastaj do të ketë një farë unifikimi i çmimeve. Unifikimi i çmimorëve, që kudo që qëllon ti, Peja, Gjakova, në Prishtinë, domethënë kemi marrë gjithë shërbim edhe në barnatore, ashtu sikurse në qytetin tjetër. Jo në çmime ndryshe këtu, çmimet atje. Domethënë kjo është hapi i parë sepse kjo është obligative. Pastaj furnizimi me kohë. Furnizimi dhe kohë i mjaftueshëm, sidomos i lëmive që janë deficitare. Për shembull, unë nisa gjithmonë prej profesionit tim, se njerëz mendojnë pa anon, jo. Ortopedia është një lëmi shumë e ndihshme, shumë e kushtueshme dhe e cila në çdo moment rrezikon jetën e qytetarit, edhe e dëmton edhe cilësinë e jetës së tij. Edhe onkologjia, doktor Laj. Onkologjia është shumë e vërtetë e kushtueshme dhe unë sa isha deputet po ndërlidha tash, e kam pas bënë një propozim, i cili është miratu prej komplet domethënë Kuvedi, prej ka qenë ditët e Gjirit, që është në muajin nëntor, edhe sensibilizimi, unë kam propozuar si deputet i Aleancës, po që kam marrë përkrahje normalisht, që ka qenë temë e ndihshme për gjithë, që është shumë normale, që të hapën një qendër regionale në Pej, spitalin e Pejës, që të mbuloj shërbimet onkologjike për Gjakovë, për Deçan, Pej, Istoklin. Se su bë kur? Kjo është aprovuar, e kemi dhënë edhe e kemi ofruar edhe sepse hapësira kanë ekzistuar në spitalin e Pejës. Se kemi bërë një farë para planifikimi, nuk kemi folur veç atë propozim, pa sërime mbështetëse. Pastaj aty nevojiten për shembull 2 mjek specialist, 6 punëtor shëndetësor, domethënë të trajnuar të onkologjisë i bën shërbime të tjera, domethënë hapësirat e dedikuara për ta. Pastaj nuk kanë pas nevojë sipas neve që pacientët të shkojnë kushtimisht prej Gjakovës, sa prej Stokut, sa prej Pejës në Prishtinë, të bëjnë orë të tëra me makina, gjendara shëndetësore, shpenzime enorme, bile shërbimit të kenë këtu edhe t'i trajtojnë në mënyrë të dinjiteshme. Kimioterapin. Absolut, në mënyrë të dinjiteshme, ashtu siç ka hije çdo personi. Buxheti ekziston, nuk bëhet ndarje. Një prej prioriteteve tjera për shëndetësi që përmendet ju nëse do të jeni ministër, do të bëhet decentralizimi i spitaleve. SHQK-ja me Aleancën do të jetë një qendër referente administrative. Ndërsa SHQK-ja do ta ketë drejtorin e vet mjekësor dhe spitalet regionale do ta kenë drejtorin e vet mjekësor, si dhe e bëjmë planifikimin e buxhetit, qoftë afat shkurt, qoftë afat mesëm, qoftë afat gjatë, për nevojat specifike të spitalit. Cilat janë prioritetet e tyre? Sa mjek Peja, sa mjek specialistë mungojnë në oftalmo, sa mjek specialistë në ORL, që janë kuadrat deficitar, pastaj në infektiv, e dim gjithë këto mungesat. Edhe bëhet
do thotë planifikimi që afatmesëm që periudhë për 5 vjeçare, që ka domethënë mjek, infektolog, anesteziolog, otorolog, oftalmos, i thonë këto që i dinë gjithë, edhe pastaj të mos të mbeten raportet e mbyllura, të ofron shërbime dhe këtu. Të bën pastaj trajnime specialistike dhe subspecialistike. Mund të marrë për shembull me faza, me orën Prishtinë në klinikën në caktuar, për shembull, ortopedisa, të urologjisë e tjera, të përgatitur profesionalisht, të kthehen të bëjnë shërbime. Pastaj kemi një mundësi me bashkëpunime, do thëmë spitale të huaja, ndërshtatore, që të jo vetëm të çojmë, po dhe të ofrojmë shërbime këto edhe trajnime për aparatura, sepse nuk mundem me bënë ndërhyrje kirurgjikale ose me shumë shërbime, nëse aparaturën e kemi, nuk dimë me përdorë dhe nuk dimë me mirëmbajtje. Prandaj, stafi ka qenë përgatitur edhe për përdorimin e aparaturës. Jo ditë efekti vogël një aparati, pa jam tash, edhe du të prit se të vinë ato servisimet e kutadione me tjera. Kush po pëson aty? Buxheti i Kosovës, pas pacientit, apo ditë pacienti parë, buxheti i Kosovës, me trajnimet me profilizimet që i bojmë tash, me trajnimet subspecialistike, me trajnimet edhe të stafit të mesëm, profesional, pastaj këta që i përdorin aparatura, ne jo që po i ofrojmë pacientit shërbim të shpejt, imediat, profesional, por në jetën kohë edhe përkursim buxhetin e Kosovës, sepse na edhe në ortopedi, sikur lajmi tjerë kirurgjikal, na ende referojmë disa patologji jashtë vendit. Për arsye se s'kemi aparatura, s'kemi mjete për trajtim, edhe ti detyrohesh, se shëndeti nuk pret. Do thotë, kur kam fillu me punu këto endoprotetikën, kur kam qenë ishte përmend dhe isha drejtor, kemi futur listë esenciale. Punë shumë e madhe se pacienti s'u paguon, edhe kam fillu me kry protezat e gjuhit të kërkokës, ka qenë një farë evolucioni ajo, ose një revolucion, edhe brenda afatit një vjeçar, që atë lloj operacioni që kemi bë, sepse raportimet janë 3 mujore, 6 mujore, 9 mujore, do thotë e kemi rikthyer në buxhet çdo vit Ministrisë së Shëndetësisë ja kemi kushtuar vetë klinika ortopedisë ka 1 milion euro. Do të vetëm klinika ortopedisë me 2 patologji, që si kemi referuar jashtë vendit. E ku po flasim tash edhe për klinika tjera që referojnë raste jashtë vendit, do thotë përfitimi është gjithanshëm, por ti përkursen edhe buxhetin e konsoliduar të vendit tonë. Domethënë, plus po jeni farë patrioti, kashi vendeve në regjon. Se këto smuje unë i trajtoj. Unë jam këtu zoti i shtëpisë në atë kuptimin, edhe të thotë edhe në aspektin profesional ti po bosh një farfond edhe qendër referente pastaj. Do thotë edhe ky është një lloj patriotizmi, sidomos pas luftës tash. Absolutisht. Na secili kemi kanë një profesion, po që aty ku jetë ushtru profesionin, atëherë do thotë që ty jep kontributin, se që aty është kontributi yt tash për shtetin. Doktor, për gjitha këto që i përmendet, a do të arrini si aleancë, si ministri i shëndetësisë, apo qoftë si deputet, ose si deputet po garan mirë, po a do të arrini që të stoponi shërimin e pacientëve jashtë vendit, edhe largimin e doktorëve që ka qenë, po them, një vazhdim i madh i largimit doktorëve nga vendi drejt shteteve të Evropës. Çështja shumë e ndihshme është largimi i trurit. Në mikësi e thëmë një gjakderë dhe trunit të ka ndodhë, tash e sa vite, vetëm vitin 2025, vitin e kalon, 170 mjek e kanë lëshuar Kosovën, kanë marrë specializime. Shtetet e Evropës, shumë atë mesëm se na, shumë e thjeshtë. I kanë kry ato kurset e gjuhëve, i kanë kry do teste, kanë shku në bankuatar përgatitën që shteti XY i ka marrë të gatshme, po e investuar as një cent, ata edhe thjesht i bën qytetarët vetin edhe kërkon shërbime për tyre. Ndërsa ata janë njerëz tonë, jam unë, është fëmia im, vllavët e tjera, gjithë ato investime, gjithë ato shpenzime, edhe nuk po sheh perspektive në vendin e vet, detyrimisht po do të më shkojë jashtë. Nuk e besoj si ka shku me dëgjoj. Unë jam tash gjatë kohë këtu, jam pjek në Kosovë, ndoshta shumë rrethana sepse mbrana dite njëri për shembull para dite klinik, pas dite praktikë private, jo në gjykata do ekspertiza, angazhimet politike pak, nuk i asnjëherë kohë ndoshta më menu shumë. Por kur i sheh këto veprime, nuk mundesh pa që si bën popull pa nxjerr të kestit, pa reaguar mundesh.
sepse ti po i sheh me sy tu që vendi po zbrazet e nuk po ndërmerr as një veprim. Sot, kur po flasim, janë dikun 2000 mjek të ri të papunë. Para mendoni, elita e shoqërisë është e papunë. Çka duhet thotë tu ashtu? 2000 mjek. 507 infermier vitin e kaluar e kanë lëshu Kosovën. Këto janë statistika nga Oda mjekme, jo torbri, do të statistika zyrtare dhe të sakta. Edhe do thotë, edhe kjo është një farë sim shpinës vendit, po jo me dëshirë, absolut. Këta që kanë veshë 6 vjetë, me bu një autobus me pati stacioni të shku mrena një muja 2, shkëshën bëjshën videogjizime o lëshu Kosova, o zbras Kosova. Ndërsa që 6 vite, nuk e besoj se ju e keni ndëgju ndonjëherë një qeveritora, një ministra, hipotetikisht, s'po di kush o përgjesh tash format saktume, që e ka përmend njëherë çështjen e rinisë, edhe pse kjo rini ka që mirë, pse këta gjithë intelektual po e lëshojnë vendin. Nuk e besoj që i kanë dëgju dikush, sepse, a di pse, se se kanë thonë asnjëherë. Pra ndesh ki pas mundësi as me dëgju. Se kanë thonë asnjëherë. Absolutisht. Po. Kjo duhet parandalohet. Absolut. Do thonë është obligim shtetëror se truri mos me lon me u largu prej këtuajt. Ndërsa do të rrisim pagat që edhe ato obligative. Ndeshta po zdeshte që trit, mjekteri, infermier, teknikët mjekësor, mos ta shohin perspektivën jashtë, po ta shohin një perspektivë këtu në vendin. Okej. Ndërsa si deputet po zotona këtu para juve, që do të jem një zo i fuqishëm për gjithë qytetarët. Do të jem një zo besnik, edhe mbrojtës i pacientëve, i mëntilborëve, i familjeve tona dhe për krahas i fuqishëm, edhe i pandalshëm për çdo projekt dhe çdo proces në të mirë të qytetarëve dhe vendit tim. Okej. Aleanca këtë vit ka bërë reformën më të madhe. Ramush Haradinaj nuk është më kryetari i partisë, atë zëvendëson Ardian Gjini, aktualisht kryetari i komunës Gjilani. Cila është fryma që aktualisht të vizitron këtë fushat me Ardian Gjinin si kryetar të partisë? Këto ndryshime veç kanë qenë më herë të planifikuara, mirë po ka ardhur momenti që është vendos tash. Çka dëshmon kjo? Kjo dëshmon se Aleanca është një subjekt shtetformues, institucionalist, dhe tregon se në Aleancë ka pikuri politike dhe kjo tregon se në brenda Aleancës ka demokraci. Vetë fakti që lideri ynë i pagodëstueshëm Ramush Haradinaj, do thotë që na Shqipëria e ka hap krahun, do thotë në kupton gjithashtu që e përmenda. Ardian Gjini është personi me kompetent për ta kryer për ta ushtruar këtë detyrë. Thjesht ka kaluar për gjitha proceset e shtembërjes dhe shtembërtimit. Ka qenë pjesë e ushtrisë lavdisë shqiptare, ka qenë deputet, ka qenë ministër në qeverinë e Kosovës dhe mandati i tretë që është dekullhequr komunën e Gjakovës, dhe mund të them thjesht dhe lirisht me përgjegjësi që me çet buxhet që ka pas Ardiani, e shihni që ka bën reformë, çfarë dyshime dhe reforma në kuptimin pozitiv, që po e them këto në emisionin tuaj, këtë podcast, që qeveria aktuale për një 5 vjeçar se 6 me gjithë këtë buxhet nuk ka bërë investime sa ka bërë Ardiani vetë në Gjakovë. Është një figurë unifikuese, është pranuar mirë nga gjithë, ndërsa Ramush Haradinaj ka qenë domthonë luftar, por Ramush Haradinaj ka qenë Aleancë, prisja e Aleancës, është lider historik, ka me qenë në Aleancë dhe do të jetë në Aleancë duke përkrahur Ardian Gjinin në vazhdimsi. Ju me numrin 5, në 10 e partisë, për ju është privilegj apo ndoshta përgjegjësi më e madhe? Kështu, për referon asaj se që thash më herë, në Aleancë ka demokraci, do thot, dhe respektohen, do thot, meritokracia. Duke bazuar në, do të thonë, në shifrat që do mos në garë zgjedhore, pastaj pozicionet në parti, do të thonë, menaxhimenti, kryesia ngushtë, do thot, e kanë vendosur që
unë ta kem këtë numër. Numrin më të mirë doktor. Hera e dytë është, po faleminderit, po është hera e dytë që edhe në garën e dhjetorit, tash ma kanë besu numrin 5, do thotë që ka meritokraci për vendosin edhe të numrave, do të thonë edhe ka kritere, do të thonë kuptimin pozitiv. Kjo sa është privilegj, është edhe shumë përgjithësi, sepse ti jesh ndër numrat që janë më të privilegjuar, siç e quajnë popull, nuk është e thjesht, por është një obligim që më dal gjithmonë kashi qytetarëve, më dal ndihmë. Une në përveçime ma shumë kur jem kështu pak private, e them, une jam apo s'jam deputet, ligji edhe nëse jam lejon me punu me gjysmë orari, me ligj, me gjysmë norme, shërbime shëndetësore do ja ofroj, ja u garantoj që do, për diçka tjetër s'muj më garantu se nuk kam pozicion që muj me garantu dhe nuk e bëj ata. Okej, kemi disa pyetje rapide për fund, cilat kërkojnë përgjigje shkurta, doktor. Mjekësia apo politika? Mjekësia, profesion, politika, mision. Operacion apo debat parlamentar? Ma me dëshirë dhe ma letë, edhe pse është ma e vështirë dhe ma me përgjithësi konkrete operacioni. Libër apo televizion? Libër. Kafe apo çaj? Kafe. Mëngjes apo natë? Cila për ty është më e përshtatshme? A për ushqim apo kështu? Përgjithësi, si periudhë ditës. Unë personalisht nuk bëj shumë gjumë gjatë edhe që unë herët. Dhe unë i bjen si paralel. Dhe unë nuk që unë avë unë në gjez, në 6-6-15 jam i zhumë, nërsa parorë 12 nuk shë i shtatë. Dhe unë i bjen si kështu, me folë sinqert i bjen si njëjtë, si paralel. Telefonin e mba 24 orë hapër edhe përgjigjesh mesazhe, apo e kish përhiqë ndoshta si shumica talent sin? Unë telefonin e kam dobësi. Pse po e them dobësi? Sepse edhe kur flej lu afër, duke i referuar pak edhe profesionit, se ka dikush hall thret në 12 natës, 1 natës, I përgjigjesh. edhe do të përgjigj, vesh që thojnë popull zotin e rojt me pas në gjumë të ronë, pse nuk e kam gjumin e ronë. Kështu që telefoni im është i hapur edhe po lidhet tash edhe pak me politikën. Shumë qytetarë ju duket interesant pse ja hapi telefonin. Me numre pa numre e tjera. Pastaj kam një princip kur jam në prasë që unë aty nuk diskutohet e i zonë me takime tjera, dhe më mrapa i thras. Ose nëse është dikush me mu, që ka derë në duhet të vëzit, sa kështë i familjarë që kemi, të themi që ta numra me njëherë, edhe amin telefon. Dhe e kom qëtë princip, nështë ta o dopsi, por unë menej që nuk është dopsi, se plot njerëz të thojnë qysh po ki dorime, si do më rapot qysh po ki nerve, se cilë më përgjegjë, dhe më ja këthy përgjegjë, ose më ndonë një diçka e tjera, por me bo me pas nevoj edhe i thëm ju, se njerëz kanë njerë kësë përdorën, me bo me kuptu, unë e kom natyrën pak ma ndryshe, jo ma ndryshe për natyra ime është kjo, në shërbim sa dush, 24 orë, por jo në atë formën me, si ta shoh si po mënohet me kësë përdorë për besja, thëmë. Falë se Në kitë e kalu kufit. Po, unë e qërtu s'moj, adë ja thëmë trashë edhe, po kur vjen funi, shpeshër më ka ndodhë që ata si ka metë hatri pak, pse ata jenë në gjishta dorës, nështë adin jenë pak ose his, se po flashtu pak më hapër këtë të ju, edhe do thot, ata jenë binë pastaj si kom pas shumë drejtë. Edhe që ata më kanë bo mikë mu, pastaj, kanë do disa rosës. Fitoria më e madhe dhe këtë për juve? Fitoria më e madhe, personalisht, apo edhe për E juja? Unë mendoj se qeveria e Kosovës ka qenë edhe do të jetë fitore më e madhe për çdo person, çdo individ, çdo familje dhe gjithë popullin shqiptar. Frika më e madhe? E thëmë pak me humor një pjesë, na që na ka ra gjatë jetës batica, me pas, mos me pas, me pas, me hongër, me pos e fa, mire, keq e tjera, me shku me këpucat, shkryme në fakultet, mos me ditë kërkur që si i ki, mos me pas shumë pastaj që ki punu shumë, unë thamë kështu, frika ma madhe e kam nëse bëjnë do një gabim me vedije, të çdo person. Ato s'kom qenë një afojnë vetit, sepse një mundu gjithë jetën me vardhu një tradit familjes time, thjesht
E para është me mujtë mos më korrit me njerëz. Që është primare, se profesionin e ka secili. E ka, nuk po përmendje nëse dikush mund me marrë personale, po çdo lloj profesion duke filluar prej portierit këto, ai si pastran, që të keni ato moderatorit, drejtorit, këtë secili do të bëjë strukturë profesionin. Unë e kam parë djetë që persona që më shumë, e kam obligim edhe familjar me respektu, fëmijë po dihet, nështë ata që në moshës mesme, ata lipi pa kriteri për të në, nuk e adin që da duhet të bërë, e frikën e kam vetme që mos me gabu dikon me vedije edhe thjesht mos më korrit, pavarësisht çka. Një person që ju inspiron. Më ka inspiru baba em, tash me 17 korrik bën 5 vite që nuk është më njët, ka pas një karakter që nështë pak kërshekor. Ka qenë një sprimimi, kom pas në vazhdimisht një farë luftën, thojza, edhe më ka kritiku, edhe ka e kur e kom pas mirë. Po mas një kohë, kur jëm pjek, e kom kuptu që aje kish pas për mirën teme, se ka njerë është kom reagu, po edhe kur kom pas mirë ka njerë, më ka kritiku, më ka thonë nuk duhet qështu, po më ndryshe do këshilla e tjera, edhe tash i thysha vetit, që shmër është e moshë, unë që të e bunë në mas miri, e pse e pa mu të shtanë. Thjesht me mas një kohë, dhe më thonë moshën madhore e pjekuris, e kom kuptu se aje është i pazarëcush. Nëse nuk do t'ishit mjek, çfarë me t'ishit? Unë e personalisht e marrë me sport, nështë diçka sportisht, apo si shakon politika. Okay. Doktor, për fund, një pyetje që shumë shpesh ju kom parashtru mysafirëve, si do ta dëshironit që ta kujtonin opinioni gjithë ata që sot ju njohin Albert Tolajn pas 20 viteve. Ç'është kishte pas dëshirë me kujtu? Pas 20 viteve, kërëdhon pezën pensioner, që të vjen, po pensioner... Megjithatë e kaluara është di parloje shenjë që nuk shuhet asnjëherë, nuk shihet asnjëherë. Ja thash se jemi rrit në frymë të traditës, dukeve dhe zakoneve tona, që jemi lutur pse kom rri qatë periudhë kohore, se gjeneratët të reja s'kanë mujt me mri, edhe dhe më thonë jënë kalqasit pak më ndryshe. Une dëshiraj që njerëz, nëse në kujtoj, nëse bjenë muhabeti për doktor Albert Tolaj, të njën të njerëz si Albert Tolaj, jo as si doktor, as si profesor, universitar, as si drejtor e klinikës, as si deputet, po njëri i popullit, i shoqërisë, i familjes, edhe për gjithë njëjtë. Këto janë përkohshme. Profesionin i bën 65 vjet, duhet me ndërprej. Unë shmë marë, po jo mirë aktive. Këto tjera, që thamë, punën e drejtorit është dhe përkohshme, punën e deputetit është dhe përkohshme. Por sot jesh një pozitë, duhet me marrë me përgjithësi, edhe me dhonë maksimumin që me dalë sa më mirë. Okej, doktor, faleminderit shumë që do të kohën t'jeni pjesë e këtij emisionit. Dua të sqaroj për publikun që ky emision nuk është absolutisht i sponsorizuar. Prej listës së aleancës, ne si staf kemi vendosur komplet që doktorin pikërisht, numrin 5 të listës së aleancës ta kemi mysafir, dhe për neve sinqerisht ishte privilegj që sonte në përmbylljet të këtij cikli të Open Studio ju kemi juve dhe normalisht ju dëshirojmë shumë sukses dhe pse jo pas zgjedhjeve të së dielës ta marrim lajmin ndoshta të parët që okay, doktori u zgjedh deputet dhe intervista e fundit para zgjedhjeve ka qenë pikërisht në këtë studio. Faleminderit shumë, edhe një falenderues pse prej gjithë asaj liste keni përgjedhur mua. Do thonë jam falenderues edhe për këtë. Dorë Zotit që zgjedhjet të qeta, demokratike dhe me do të jenë rezultatet e mira, sidomos për aleancën, se me të vërtet aleanca është një subjekt që ofron zgjidhje për qytetarët. Faleminderit. Klasit e mi. Ishte doktor Albert Tolaj, numri 5 në listën e aleancës për Arbërinë e Kosovës. Ftojmë votuesit e aleancës që ta votojnë doktorin dhe jo vetëm, gjithë ata që besojnë në vizionin e doktorit, ata që dëgjuan gjithçka që ata doktori dhe pse jo, s'paku një 10% ju ka mbush mendje që ta votoni, të dielën e keni mundësinë.
Katë se i përket Open Studio për këto zgjedhje të jashtëzakonshme, shpresojmë që të mos kemi zgjedhje dhe ky ngësh politik të zgjidhet pas të dielës dhe Kosova t'i kthehet normalitetit. Deri në takimin tonë të ardhshëm, bashkë Europashëm.